që ditës sot me përsëri janë përdorur molotovët, por edhe fishek zjarret bombulat e gazit siç e pat. me Ndjekim nishan. pak zotin Berisha? Ju pat se si u përdoren bombat tymose me acid nitrik helmues, si u përdoren bombat shurdhuese vetëm e vetëm për të akuzuar opozitën, si u përdoren pra ato mjete që përdoren në pozicione luftarake me pal armike. Senada. Ja. Por sot, për shkallëzimi i Edi Ramës kundër opozitës ka qenë i pa precedent. Sot, kriminal me uniform kanë hedhur bomba tymose dhe bombula gazi në teritorin e Partisë Demokratike. Sot, Edi Rama ka ndërmarrë një akt të pashembullt. Ka sulmuar selin e Partisë Demokratike si një hakmarrje ndaj kryeministëve paqësor. I jap fjalën e nderit se në rast se guxon të sulmoj këtë seli, selitve ti gjurmë nuk do të gjej. I them Edi Ramës, është mundim i madh për ne të përmbajmë qytetarët dhe sulmet e tyre ndaj selive të krimit. Pa ata janë të gatshëm në çdo moment për t'i bërë ato të paqena. Prandaj, urrejtjen atrore që ke ndaj pluralizmit, mos e shpreh duke gjuajtur bombat tymi dhe bombula gazin selin e Partisë Demokratike. Ne jemi kryeministë paqësor, por ne nuk të tolerojmë sulmin ndaj selis, bombulat dhe bombat ndaj selis sonë. Edhe njëherë, hiq dorë nga sulmin selin e Partisë Demokratike. Jemi të gatshëm absolutisht nga mëngjesi gjerë mesnat të përgjigjemi siç e meriton. Por për shkallëzimi sotëm te i kalon çdo lloj krimi. Pra aty po dal. Sot besimtarët musliman pas iftarit, agjerimit dhe iftarit, Zoti ja u pranoft, janë kthyer në xhami, për të falur namazin, për të vazhduar lutjen ndaj të gjithfuqishmit, ndaj Allahut të Madh. Me qëllim që territori i xhamis të mos përfshihet nga asnjë lloj përballje, forcat e kryeministëve të armatosur devijuan në rrugën tjetër, në krah të kundër. Por kjo nuk mjaftoi. Bandit me uniform, që i kemi filmuar, dhe urçojmë dhe ju të gjitha videot, kanë hedhur bomba tymose dhe bombula gazi në kate të ndryshme
të xhamis në një kohë kur besimtarët po faleshin. E mbushën xhamin me gaz lotësjellës. Zoti i vraft për këtë për këtë krim të shëmtuar. Për këtë krim të shëmtuar. Janë pasardhës të dej të etërve të tyre barbar. Edhe njerë u bëj thirrje besimtarëve musliman të denojnë këtë akt të shëmtuar dhe i garantoj se protesta jonë, kërngritja jonë paqësore nuk do ndalet, por do bëj gjithçka që në territorin, në afërsi, të përjashtoj çdo veprim, çdo ballafaqim, çdo kacafytje me kundërshtarin, vetëm e vetëm, që ata të mos mund t'ju prishin namazin. Sot i kanë nxjerr me gaz nga xhamia dhe ne i kemi të filmuar. Ndërkohë, sikur të ishin terroristë me uniformë, kanë dalë dhe mbledhin qytetar të pafajshëm pa asnjë lidhje me protestën dhe po mbushin komisariatet. I paralajmëroj Edi